Përshëndetje të gjithëve. Agjërimi apo muaji Ramazanit ka dy dimensione, dimensionin vertikal dhe horizontal. Unë kisha thonë për dallim prej asaj që e thatë, Ramazani ka shumë dimensione, është shumë dimensional. Ashtu sikur se na tregon Muhammed ibnul Yemani, thotë kam pyetur 6 lloj njerëz, domethënë të kalibreve të ndryshëm, kam pyetur pyetje të ndryshme, por gjithë ma kanë dhënë të njëjtën përgjigje. Thotë kam pyetur mjekun se çfarë është mënyra dhe rruga për të marrë si preventiv për ta mbrojtur shëndetin dhe për t'u larguar nga sëmundjet. Ma dha mesazhin e duhur, më tha më pa kushim, por më e preferuar është agjërimi. E pyeta filozofin se si të arrijë ta nxjerrë një urtësi nga jeta. Ma dha po të njëjtin mesazh, tha më pa kushim, por më e preferuar është agjërimi. E pyeta të diturin, i thash çfarë është mënyra dhe rruga për ta memorizuar dijen që e dëgjojmë dhe e lexojmë. Po të njëjtën përgjigje ma dha, më pa kushim dhe më shumë dhe më e preferuar është agjërimi. Po e pyeta të njëjtën pyetje edhe mbretin, se cila është ushqimi më i preferuar për mbretin, më tha më e preferuar është më pa kushim, por më e preferuar është edhe agjërimi. I pyeta të dashurit se si kanë arritë të duhen për hir të Allahut Azza wa Jall, ma dhanë të njëjtën përgjigje, më thanë më pa kushim, por më e preferuar është agjërimi. Pra nga kjo që e tham, e shohim se agjërimi është me shumë mësime, është me shumë dobi, dhe kisha thonë për ta korrigjuar pyetjen, agjërimi është shumë dimensional për nga aspekti vertikal edhe aspekti horizontal. Por pasi që pyetja ishte në aspektin vertikal se çfarë mund të përfitojmë dhe çfarë reflekton agjërimi në aspektin vertikal, unë kisha filluar me ajetin kuranor ku Allahu në surën Bekara thotë: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi, ashtu sikur se ka qenë obligim edhe për popujt që kanë qenë dimension historik, po. Mirë po, dijeni se qëllimi dhe synimi i agjërimit është që ju të arrini kulminacionin e devotshmërisë. Pra, nëse shohimi devotshmërinë apo nocioni devotshmëri është një mozaik i cili nuk përbëhet nga një element, qoftë ai element vertikal apo qoftë ai element horizontal. Në aspektin vertikal, nga agjërimi përfitojmë sinqeritetin, nga agjërimi përfitojmë durimin, nga agjërimi përfitojmë qëndrueshmërinë, ashtu sikur se është quajtur agjërimi sinqeritet, ashtu sikur se është quajtur agjërimi edhe durim, muaji i sabrit. Mirë po, boshti kurizor i devotshmërisë në aspektin vertikal është që njeriu gjatë agjërimit, me agjërimin e tij të arrijë domethënë të vetëdijsohet se Allahu e kontrollon në çdo gjë.